Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 30 dhjetor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 30 dhjetori është dita 364 e kalendarit gregorian, kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe një ditë. Ngjarje 1903. Zjarr në teatr të Chicagos, SBA, 600 viktima. 1922. Vladimir Ilich Lenin themelon Bashkimin Sovjetik. 1953. Për herë të parë del në shitje televiziori me ngjyra. 1993. Izraeli dhe Vatikani vendosën marrëdhënie diplomatike. Lindje 1673. Lindi Ahmeti III, sultani perandorisë osmane. 1819. Lindi Theodor Fontazh, gazetar dhe letrar gjerman. 1865. Lindi Rudyard Kipling, letrar anglez. 1895. Lindi Hamza Humo, letrar bosnjak. 1905. Lindi Danin Harms, letrar rus. 1980. Lindi Eliza Dushku, aktore amerikane, shqiptaro-daneze. 1982. Lindi Kristin Kreuk, aktore amerikane. Vdekje 1691. Vdiq Robert Boyle, kimist anglez. 1944. Vdiq Romain Rolland, dramaturg dhe muzikolog. 1947. Vdiq Tefta Tashko Koço, këngëtare lirike dhe muzikës qytetare shqiptare, artiste e popullit, lindur në 1910. 1947. Vdiq Alfred North Whitehead, filozof britaniko-amerikan. 1968. Vdiq Tegvui Lee, politikan norvegjez. 2006. Vdiq Saddam Hussein, diktator irakian. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Saddam Husseinit, i cili ka qenë presidenti i 5 të Irakut. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Unite, ai u bashkua Partisë Socialiste Arabe Baath në vitin 1957 dhe Partisë Baath me bazë në Bagdad dhe organizatës së saj rajonale, Partia Baath Irakene. Ai luajti një rol kyç në revolucionin e 17 korrikut dhe u mërua zëvendës president nga Ahmed Hassan el-Beker. Gjatë kohës së tij si zëvendës president, Saddami shtetëzoi kompaninë e naftës së Irakut, duke diversifikuar ekonominë irakene. Ai kryesoi luftën e dytë Irako-Kurde 1974-1975. Pas dorëheqjes së el-Beker në vitin 1979, Saddam mori zyrtarisht pushtetin, megjithse ai kishte qenë tashmë kreu de facto i Irakut për disa vite. Pozicionet e pushtetit në vend ishin kryesisht të mbushura me arab sunit, një pakicë që përbante vetëm 1/5 e popullsisë. Në vitin 2003, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre pushtuan Irakun, duke akuzuar në mënyrë të rreme Saddamin për zhvillimin e armëve të shkatërimit në masë dhe për lidhje me Al-Qaeden. Partia Baath u ndalua dhe Saddami u fsheh. Pas kapjes së tij më 13 dhjetor 2003, gjyqi i tij u zhvillua nën qeverinë e përkohshme të Irakut. Më 5 nëntor 2006, Saddami u dënua nga gjykata e lartë irakene për krime kundër njerëzimit në lidhje me vrasjen e 148 shiitëve iraken në vitin 1982 dhe u dënua me vdekje me varje. Ai u ekzekutua më 30 dhjetor 2006. Tani do të kalojmë në rubrikon kuriozitete, ku sot do të flasim për karamelet. A e dini se si janë zhvilluar karamelet? Fjala karamele hyri në gjuhën angleze nga frëngjishtja e vjetër chuchre candy ose karamele me sheqer. Termi francez ndoshta ka rënë të hershme në arabisht candy, persisht kande, sankristisht kanda, të gjitha fjalë për sheqerin. Kallëmi i sheqerit është vendas në Azinë tropikale jugore dhe juglindore. Copat e sheqerit prodhoheshin nga zjerrja e lëngut të kallamsheqerit në Indinë e lashtë dhe konsumoheshin si kanda. Midis shekujve të 6 dhe të 4 para erës sonë, persianët të ndjekur nga grekët zbuluan njerëzit në Indi dhe kallamat e tyre që prodhonin mjalt pa blet. Ata adoptuan
filluan dhe më pas përhapën bujqësinë e sheqerit dhe kallamit të sheqerit. Përpara se sheqeri të ishte i disponueshëm, karamelja bazohej në mjalti. Mjalti përdorej në kinën e lashtë, lindjen e mesme Egjipt, Greqi dhe perandorin romake, për të veshur fruta dhe lule për të ruajtur ato ose për të krijuar forma karamelje. Karamelet shërbehen në këtë formë edhe sot, megjithëse tani më zakonisht shihet dhe një lloj garniture. Përpara revolucionit industrial, karamelet shpesh konsiderohej një formë ilaçi ose përdorej për të qetësuar sistemin tretës ose për të ftohur dhimbjen e fytit. Në mesjet, karamelet u shfaqën në tavolinat e vetëm të pasurve në fillim. Në ato kohë ato filluan si një kombinim i erëzave dhe sheqerit të përdorur si një ndim për tretjen. Pritësit e banketeve zakonisht shërbenin këtë lloj karamelje në bankete për mysafirët e tyre. Nga këto ëmbëlsira që nganjëherë quhet erëza e dhomës, bëhej me karafil, xhenxefil, anise, kokra dëllinje, bajame dhe kokra pishe, zhytura në sheqer me të shkrirë. Fjala e mesme angleze karamele filloi të përdoret në fund të shekullit të 13. Karamelet e para erdhën në Amerikë në fillim të shekullit të 18 nga Britania dhe Franca. Vetëm disa nga kolonistët e hershëm ishin të aftë në punën e sheqerit dhe ëmbëlsirave në përgjithësi, shijoheshin vetëm nga shumë të pasurit. Edhe forma më e thjeshtë e karameles, karamelja e gurit, është bërë nga sheqeri kristalizuar, konsiderohej një formë luksi. Biznesi i ëmbëlsirave pësoi një ndryshim drastik në vitet 1830 kur përparimet teknologjike dhe disponueshmëria e sheqerit hapën dhe kënaqësinë e klasës punëtore. Kishte gjithashtu një treg në rritje për fëmijët. Ndërsa mbetën disa ëmbëlsira të shkëlqyera, dyqani i ëmbëlsirave u bë i preferuari i fëmijës së klasës punëtore amerikane. Karamelet Penny mëshiruan këtë transformim të karameleve. Karamelet Penny u bën e mira e parë materiale për të cilën fëmijët shpenzuan paratë e tyre. Për këtë arsye, pronarët e dyqaneve të ëmbëlsirave mbështeteshin pothuajse tërësisht në biznesin e fëmijëve për t'i mbajtur ata në punë. Edhe karamelet me qendarka vinin drejt për drejt nga pastile me ilaçe që mbanin ilaçin e hidhur në një shtresë të fortë të sheqerit. Në 1847 shpikja e presës së karameles e njohur dhe me emrin befasuese një makinerie lodrash bëri të mundur prodhimin e disa formave dhe madhësive të karameleve në të njëjtën kohë. Në 1851 ëmbëlsirat filluan të përdorin një tigan rrotullues me avull për të ndihmuar në zgjerrjen e sheqerit. Ky transformim nënkuptonte që prodhuesit të ëmbëlsirave nuk i kërkohej më të trazonte vazhdimisht sheqerin e vluar. Secila nga sipërfaqja e tiganit shpërndaj gjithashtu dhe shumë e barabartë dhe bënte më pak gjasa që sheqeri të digjej. Rrisi bënte të mundur që vetëm një ose dy persona të drejtonin me sukses një biznes ëmbëlsirash. Ndërsa rruga nga prodhuesi në treg u ndërlikua gjithnjë dhe më shumë ushqime u prekën nga falsifikimi dhe shtimi i aditeve, të cilët varionin nga përbërës relativisht të padëmshëm, si nisi shtem misri e lirë me shurup misri dhe deri tek ato helmueset. Disa prodhues prodhonin ngjyra të ndezura karameleve me shtimin e substancave të rrezikshme për të cilat nuk kishin rregullim ligjor, si e shile, e kuqe, e verdha dhe e bardha. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për Kirk Douglas, historia e një legjende të kinemas. Në një mëngjes të ftohtë dimri, më 9 dhjetor të vitit 1916, një familje emigrantësh hebrej rus në Amsterdam, lindi Isur Danilovich, djali që një ditë do të bëhej një nga ikonat më të mëdha të Hollywoodit, Kirk Douglas. Fëmijëria e tij nuk ishte e lehtë, rriti në varfëri të mëdha mes një familje me 6 motra dhe një babai që punonte si shitës i skrapit, por që në vogoli, Kirk tregoi një shpirt luftarak dhe një pasion të pashuar për artin e të folurit. Me një vullnet të hekurt, ai arriti të ndjek studimet në St. Lawrence, ku e financoi vetë arsimin duke punuar si kamarier dhe punëtor fabrike. Më pas ai fitoi një bursë për të studiuar në New York. Ishte pikërisht këtu ku takoi një nga mikeshat e tij më të mira, një aktore me emrin Lauren Bacall, e cila më vonë do të ndihmonte të hynte në Hollywood. Gjatë luftës së dytë botërore, Kirk Douglas u bashkua Marinas Amerikane dhe shërbeu me nder, por pas luftës ai u kthye te pasioni i tij i vërtet, aktrimi. Në vitin 1946 ai debutoi në filmin The Strange Love of Martha Lovers për krah Barbara Stanwyck, një rol që hapi dyert për një karrierë që do të zgjasë mbi 7 dekada. Ishte viti 1960, ai që e ktheu në një legjendë të pavdekshme. Në këtë vit, Douglas prodhoi dhe luajti rolin kryesor në Spartacus, një film epik që jo vetëm e bëri atë një ikon botërore, por edhe theu listat e zeza të Hollywoodit, duke punësuar skenaristin Dalton Trumbo, i cili ishte ndaluar për shkak të bindjeve të tij politike. Ishte një akt guximi që ndikoi thellësisht në industrinë e filmit dhe ndihmoi në fundin e epokës së Hollywood Blacklist. Në jetën personale ai kaloi një martesë të lumtur me Anne Boydens, me të cilën qëndroi martuar për mbi 65 vjet, një arritje e rrallë në Hollywood.
Nga martesa e tij erdhën dhe fëmijë të suksesshëm, përfshirë aktorin e njohur Michael Douglas, i cili ndoqi gjurmët e teatrit në kinematografi. Edhe pse Douglas postoi një goditje në tru në vitin 1996, ai nuk u dorëzua kurrë, vazhdoi të shkruante libra, të jepte intervista dhe të shionte dashurinë e familjes deri në momentin kur u nda nga jeta më 5 shkurt të vitit 2020, në moshën 103 vjeçare. Tani do të kalojmë në rubrikën Ne dhe shëndeti. Trëndafili egër është një bim që rritet në shkure dhe vlerat e tij në kurimin e sëmundjeve janë të mëdha. Në mjekësinë popullore, pjesët që ndihmojnë në lehtësimin e sëmundjeve janë frutet që përfitohen pas tarjes sululeve. Kokrat e trëndafilit të egër kanë një përdorim të gjerë medicinal. Ato janë të pasura me vitamina, acide yndyrore dhe antioksidant. Vlerat shëndetësore të trëndafilit të egër, plot me antioksidant. Këto kokra që kanë përmasat e qershive janë thesari i vërtet që trëndafilit e fundit të verës u dhurojnë njerëzve. Zakonisht i gjejmë në ngjyrë të portokallt dhe të kuqe. Ato janë të pasura me vitaminë C, që është një antioksidant i fortë dhe përmbajnë karotenoid dhe substanca të tjera bioaktive. Parandalojnë diabetin. Ekspertë të bimeve mjekësore në Turqi e kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër për të trajtuar sëmundje të diabetit. Shkencëtarët kryen disa eksperimente për të ekzaminuar rolin e trëndafilit të egër në parandalimin e këtyre simptomave dhe vënë re që ekstrakti i ethanolit tek trëndafili i egër shërbente si antioksidant, hipoglicemik dhe antidiabetik. Rezultatet e eksperimenteve i bën ekspertët më optimist për përbërësit e trëndafilit të egër dhe vlerat e tyre kundër diabetit. Parandalon melanomën e lëkurës. Kur lëkura e njeriut lëndohet nga rrezet e tepërta të djedhit, krijohet dhe terret për melanomën, që është një sëmundje kancerogjene më e rrezikshme e lëkurës. Sipas disa shkencëtarëve japonesë, përbërësit e trëndafilit të egër kanë një efekt pengues ndaj enzimës dhe ndaj procesit të prodhimit të qelizave kancerogjene. Ndihmon punën e zemrës. Trëndafili i egër përmirëson shëndetin e zemrës tek pacientët obez. Sipas të dhënave, ai ul tensionin e gjakut dhe kolesterolin e keq. Si rrjedhoi, trëndafili i egër ul shanset për sëmundjet kardiovaskulare dhe vdekje si pasojë këtyre sëmundjeve. Shumë studime janë të bërë tek njerëzit mbi peq që kishin nivele të larta të kolesterolit dhe tensionit dhe zbuluar rolin pozitiv dhe superior të trëndafilit të egër në krahasim me ilaçet farmaceutike për këto dy simptoma. Lufton të ftohtin. Trëndafili i egër ka një përmbajtje të lartë të vitaminës C. Si rrjedhoi, mund të përdoret në kurat kundër të ftohtit. Për më tepër, trëndafili i egër i vjen në ndihmë gjakut dhe kockave. Trajton probleme të lëkurës. Përdorimi i ekstrakteve të trëndafilit të egër është mjaft i mirë në trajtimin e disa problemeve të lëkurës. Trajton çrregullimet në stomak. Trëndafili i egër mund përdoret për të trajtuar sëmundjet e stomakut, spazmat, irritimet dhe ulçerat. Kryesisht është përdorur si një tonik për stomakun dhe për tretjen. Ai ka qetësuar dhe trajtuar probleme dhe simptoma si diarea, probleme me zorët dhe infeksionet në traktin urinar. Forcon sistemin imunitar. Trëndafili i egër është një nga elementët që duhet përdorur si mekanizma mbrojtëse të trupit. Parandalon infeksionet bakteriale dhe virale, lufton temperaturën, forcon funksionet imunitare, lodhjen, rrit qarkullimin e gjakut në gjymtyr, rrit fluksin e qarkullimit të ujit në trup dhe shuan etjen. Tani oftu të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditë.
Territori shqiptar për datën 30 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në disa zona veriore dhe lindore do të ketë rreshje të dobëta dëbore. Paraditja do të paraqitet me vranësira të dendura në të gjithë territorin, ndërsa pasditja sjell intervale me vranësira të pakta dhe rreshje të izoluara shiu në jug dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell kryesisht në zonat e izoluara. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 30 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 30 dhjetor do të jetë rreth orës 7:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 4 deri në 11 gradë Celsius. Kukës, -1 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi, 0 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë, 7 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 5 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 4 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan, 5 deri në 11 gradë Celsius. Berat, 5 deri në 12 gradë Celsius. Korçë, -2 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 8 gradë Celsius. Sarand, 7 deri në 13 gradë Celsius. Tani oftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën. Territori i Kosovës për datën 30 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta me mot kryesisht të vrenjtur dhe vranësira të shpeshta në të gjithë territori. Paraditja do të jetë e ftohtë me vranësira, ndërsa pasditja nuk pritet të sjellë ndryshime të theksuara të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 30 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 30 dhjetor do të jetë rreth orës 7:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, -4 deri në 5 gradë Celsius. Podujev, -6 deri në 2 gradë Celsius. Skënderaj, -4 deri në 6 gradë Celsius. Pej, -3 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë, -5 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov, -1 deri në 7 gradë Celsius. Malishev, -3 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan, -5 deri në 5 gradë Celsius. Ferizaj, -4 deri në 5 gradë Celsius. Kaçanik, -4 deri në 5 gradë Celsius. Suhare, -2 deri në 6 gradë Celsius. Prizren, -3 deri në 6 gradë Celsius. Të nderuar të rishikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Ndërkohë ftyt të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizionsit dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.